Tu, zonja zotëri, kemi ardhur për të përmbajt logos që thot zgjidhje për Shqipërinë. Jo denoncime. Na falni parafolsit, denoncime kemi bë boll, tani është koha për zgjidhje. Unë këtë sofër, këtë tërjezë tu e shikoj si një kuvent të njerëzve të ditur të Shqipërisë, si një kuvent që kanë ardhur vërtet tu për t'i dhënë zgjidhje kësaj logo, për të sqaruar se ku jemi dhe çfarë do të bëjmë. Në rast se ne do shkojmë me denoncime, ne nuk do të fitojmë as edhe një herë. Na vjen shumë vështirë kur shkojmë në terren dhe gjejmë njerëz që kanë nevojë për inteligjencën tonë, kanë nevojë për të dëgjuar fjalën tonë, të neve që drejtojmë ose organizojmë ose bëjmë diçka për trojet shqiptare. Unë kam jetuar shumë kohë në emigrim dhe kam ardhur në Shqipëri për të përcjellë një kulturë moderne, edhe diskutimi, edhe përfaqësimi, po edhe organizimi. Në Shqipëri kjo e treta organizimi mungon fare, sidomos organizimi politik. Mu më vjen shumë mirë kur I shoh moshën këtu që janë krameje, që janë politikan, po me thënë të drejtën kanë ardhur sot la e të vesh e të math, janë lodh 3 ditë me gjet një kollare për të ardhur këtu për të përfaqësuar partitë politike pa emër, pa numër, pa elektorat, dhe falësh jam shumë i nervikos, sepse populli pret ndryshime nga inteligjenca shqiptare, pret ndryshime ndoshta të mëdha edhe nga diaspora shqiptare.